lexim nga veprat e apostujve. Nga Mileti, Pauli dërgoi në Efes e i thirrri të parë e kishës. Kur arritën u tha: ju e dini se si jam sjell ndër ju për tërë kohën qysh prej ditës së parë kur erdhi koha në Azi. I shërbeva Zotit me përvojtëri, me lot e me vështirësi, të cilat më gjejnë për shkak të pritave të futve. Asgjë që ishte për të mirën tuaj nuk e lash, pa ju a shpallur e pa ju a mësuar botërisht e në për shtëpi. I përbeva që i futet e grekët të kthehen ka hyj e të besojnë në Jezusin, Zotin tonë. Tani ja plotësisht i nënshtruar shpirtit, po drejtohem për Jeruzalem pa ditur se çka do të më gjejnë në të, përveç sa më siguron shpirti shenjtë se në çdo qytet më presin prangalle vështirësitë, por as pak nuk jam në kujdes për jetën time. Në kujdes jam vetëm ta kryej urën time dhe misionin që kam marrë prej Jezusit Zot, ta dëshmoj ungjillin e hirit të hyjt. E tani që mirë di se frymën time me nuk do ta shoh asnjëri prej jush, ndër të cilët kalova duke predikuar mbretërinë. Për këtë arsye sot në këtë ditë, po dëshmoj se nuk ju kam fare faje në qoftë se ju bireni, sepse nuk lash pa ju a kumtuar asgjë send lidhur me vullnetin e hyjt.